Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova fillon të pranojë migrantët e caktuar për deportim nga Shtetet e Bashkuara, sipas një marrëveshje të arritur në administratën e presidentit Donald Trump. Kryeministri në detyrë Albin Kurti konfirmoi se 1 ose 2 migrantë kanë bërritur, duke vënë duke se Kosova po pranon njerëz që Shtetet e Bashkuara nuk i duan në territorin e saj. Marrëveshja e finalizuar në qershor i lejon Kosovës të pranojë deri në 50 emigrantë për një periudhë njëvjeçare sipas qeverisë. Opozita maqedonase paralajmëron se shumica në pushtet planifikon të pranojë migrantë në formën e punëtorëve ekonomik. VMRO-DPMNE do të riemërojë statusin e migrantëve në punëtor ekonomik, me sa duket kjo është arsyeja pse u premtojnë atyre punë dhe akomodim pra qëndrim të prershëm, paralajmëron LSDM. Sipas asaj, punëtorët e huaj vijnë përmes lejeve dhe agjencive. Merret kryeministri Mickoski, tha se migrantë pa lishëm do të jenë të lishëm. Nga Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut është përgënjeshtruar informacioni për krijimin e qendrave për pritjen e migrantëve. Mbëri në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut propozimi për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Koçevski. Kuvendi njoftoi se do të japë informacione shtesë. Procesi për shkarkimin e Koçevskit, i cili ishte ndërprer pas tragjedisë në Koçan dhe ishte pezulluar përkohësisht gjatë periudhës zgjedhore, rifilloi me vendim të qeverisë. Siç deklaroi zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva, shkarkimi propozohet për shkak të gabimeve të rënda profesionale në drejtimin e prokurorisë publike, të cilat sipas saj kanë çuar në cënim të efikasitetit dhe funksionalitetit të prokurorisë. Sipas shkelive të kryera vlerësohet se është vënë re dobësimi i funksionalitetit të prokurorisë publike dhe është cënuar seriozisht integriteti i institucionit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në 27 dhjetor zgjedhjet në Kosovë do të zhvillohen pranë shërbimit diplomatik në 24 vende nga Australia, Japonia deri në SBA e Kanada. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi njoftoi se votimi do të zhvillohet në 23 ambasada dhe 14 konsullata. Numri i përgjithshëm i votuesve që janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike dhe në të cilat sipas vendimit të KSZ-s do të zhvillohet procesi i votimit është mbi 19.000 votues. Planifikimi fillestar i KSZ-s ka qenë që ky proces të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike të vendosura në 36 shtete, si dhe në 10 qendra votimi jashtë përfaqësive diplomatike. Mëteja i shpjegoi se ky vendim i KQZ-s mbështetet edhe në vendimet e fundit të Gjykatës Supreme dhe të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama mbështet protestën drejtësi për çlirimtarët që do të mbahet të shtunën e 13 dhjetorit në sheshin Skënderbeu në Shkup. Thirrja e tij është për drejtësi, për unitet, respekt dhe mbrojtje të vlerave që bashkon popullin. Pas Prishtinës dhe Tiranës, edhe Shkupi ngre zërin për drejtësi, shpreh mbështetjen time për të gjithë shqiptarët e Shkupit të gjitha trevave që nesër protestojnë në mënyrë paqësore në mbrojtje të UÇK-s si vlerë patjetërsueshme kombëtare, shkruan Përparim Rama. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.